vjen keq për vendin tim, për kushtet në spital. Janë vërtet katastrofë. Kolegët e mi më thanë që ne nuk kemi frikë nga protesta. Ne kemi frikë nga rrugët, nga se shoferët. Do më thënë janë keq. Në që qofse ti ke një aksident të vogël në Shqipëri, urgjenca të vinte në gjysore me vonesë. Pastaj, kur ka erdhur urgjenca, nuk ishte, do me thënë, makina ishte si fugon për viçat. Nuk ishte maksimumin oksigjenin që duhet, në qofse ti ke një aksident i e vdekur në Shqipëri, për mua. Dhe spitalet kemi qenë në urgjencë, në Pogrades nuk ishte doreza, që ne mund të marrim infeksione, mund të marrim gjithçka. Infermierja kishte një barel, edhe ajo barela ishte kështu pa frena, ma ka dhënë mua atë barelën që ta shtynja pacientin, dhe pa asnjë standard evropian. Më vjen keq për mamin tim, që merr një pension 100.000 lekë, që është për të tallur, edhe qesharak, dhe unë jam rritur jetime, kur më ka vdekur babi, ishim 4 fëmijë, edhe kishim një pension social 40.000 lekë. 40.000 lekë, çfarë do bënte mami tim, nuk kishte asnjë profesion. Dhe ishim me qira dhe të gjitha, detyroheshe që të bënte punë, 2 punë për neve, që më ka bërë mua me shkollën dhe që jam ku jam. Edhe më vjen keq për të koshën që pash një zonë që ta janë vetëm 10 veta, më vjen keq që ulin zërin dhe që kërcënohen, populli shqiptar kërcënohet dhe ka frikë. Po ne nuk jemi demokraci, nuk jemi në komunizëm, që të kemi frikë nga fjala. Ti shqiptar nuk e mundson këtu. Dhe thotë është falas, çfarë është falas? Unë nuk e di çfarë është falas. Ti shkon në spital nuk e mjekimin, e dur. Unë i kam për 1 milion euro, në qoftë se unë kam një aksident në Gjermani, i kam të gjitha falas. Nuk edhe në farmaci, në qoftë se unë shkoj, jam e sëmur, mua mi jep farmacia me recetë, edhe i marr falas. Ka mundësi disa medikamente me 5 euro mund të paguhe. Po në Shqipëri ti mund të marrish edhe shiringën o vlla. Mund të marrish edhe dorezat. Ti s'kishe doreza ti. Doreza është ose oksigjeni. Edhe dua që shqiptarët, jo vetëm Kosha, dhe jam krenare për Tiranën që ka për protesta edhe për mjekësinë në mjetë në vendimin e Evropa. Shpresoj që Shqipëria të kthehemi në infermierët, se infermierët kanë ikur gjithë në Gjermani. Ku i keni infermierët? A ka infermierë në Shqipëri? Kur vetë, a ka infermierë në Shqipëri? S'ka. A ka doktor në Shqipëri? Nuk ka. Në qoftë se do bëjnë një rezonancë, duhet të gjinja një miku këtu në Korçë, që t'i bëjnë një rezonancë, që të vinja dhe të thosha doktori që unë jam miku i filanit që të bëj rezonancë sot. Unë duhet të vdes, pastaj të vete në spital. Se nuk ishte, pa them, oksigjeni, që është gjëja më kryesorja që duhet. Ta që të vesh në ambulanca ishte si fugon për viça që t'i therin. As infermierja na shoqëron që nga Pogradeci në Korçë, ishte ulur me shoferin, nuk e di ja u ka ndodhur, ishte ulur me shoferin, i kanë thënë infermierës, i thash ojsojnë për çfarë ke erdhur ti thash. Tha po çfarë të bëj, tha mos kam asgjë mbrapa. Çfarë të bëj, tha, s'kam asnjë material. Edhe kur kemi erdhur aty thash po ti erdhe ti bësh muhabet shoferit, jo pacientit. Kurse në Gjermani që ta dish, pacienti vjen me ambulancën dhe ka doktor dhe jo familjari. Se familjari nuk e di se çfarë ka. Ai mund të vdesin në dorë. Edhe këtë dua që në qoftë se Shqipëria do bëhet, ne shpresojmë e para unë dhe kam burrin Gjerman do kthehem në Shqipëri të punoj si infermier, të ndihmoj njerëzit të punoj për vendin tim.